A dini vëllezër se një ndër hadithet më të çuditshme që i kanë ardhur nga pejgamberi Allahut, se pejgamberi Allahut po vol për një xhalosh të madh, që Omer ibn Khattabi, që pe Omerit ka nik dhe shejtanët, që për thonë të pejgamberi Allahut, me pas pejgamber pas me e kishtë qenë Omer ibn Khattabi, me gjithata ndëgjoni çka i tha Omer ibn Khattabit, tha ja Omer, nëse ven një gjallë dhe takosh me këtë gjallë, lut ju këti gjalli që të lutet për ti ja Omer, që të bëjë dua. Pse ja Rasulullah? Tha se duaja e ti te Allahu Azza wa Jall është e pranuar. S'ka dua që ki gjallë i bën Allahu, vetëm Allahu Azza wa Jall i përgjigjet. S'ka dua, s'ka lutje që ki gjallosh ja drejton Zotit vet, vetëm Allahu e ndëgjon lutjen e gjithë gjalloshit. Tha më tregoj ja Rasulullah, kush është ki gjallosh? Si ta njoh këtë gjallosh? Tha ja Omer, ki gjallë është bi Yemenin. Ka besu mu, e ka ndëru të më takoje mu, mirë po penges e ka pas që takohet me pejgamberin Allahut në onën. Në onën e ka pas të mëshuar, në onën e ka të vjetër, ka bëjqirja dhe respekti në onës, e ka bo ata që mos ketë ko dhe mos ndaje ko, që ta vend të takon Rasulullahin, Muhammedin sallallahu alaihi sallam. Për ata tha Omeri ja Rasulullah, në jep do një shenjë që ta njohmi këtë gjallosh. Tha ja Omer, thi ki gjallosh e ka emnin Uvejs, ki gjallosh e ka emnin Uvejs, i biri Amirit nga fisi Murad, ka qenë i semur në lëkurën e vetë prej leprosnis, më i pa shëru, i ka med vetëm një njollë sa një dirhem. Atër Omer ibn Khattabi kush vinte pe Yemeni, i pytte dhe thonë të akan mesin e ju dë një gjallosh që quat me emnin Uvejs. Thoshin jo, kur er një dit a ka dë një gjallosh të në mesin tuaj e ka emnin Uvejs. Atër e thënë Uvejsi, po unë jam. Tha gafisi Murat, gafisi Murat. Tha pejgamber gafisi Karan, gafisi Karan. Tha a ban dua për Omerin. Tha si të baj dua për khalifën e muslimanëve, si të baj dua për shokun e pejgamberit Allahut, si të baj dua për Omerin. Tha pejgamberi Allahut, ma ka porosit që nëse të takoj, unë të lipi dua që të lutesh ti për mu, nga se tha pejgamberi Allahut, Allahun Azza wa Jall me urnu, Allahu i përgjigjet urnit të Uvejs ibn Karan. Për çka këse respektimi të prindëve, për atë më të respektua dhe i prindëre nga sahabët të gjithë ka qenë. Mi po të daluar ka qenë Othman ibn Affani dhe Harith ibn Nu'mani. Dhe gjënë vlezër Othman ibn Affani thot me vetë dikush pas Islamit, qish da duk nëna jote, tha kur, tha zmuj me ja përshkrujt. Pse ja Othman? Tha kur s'kam pas guxim ta këshiqojnë ftyrë pej turpit, modestit edhe respektit. Ndërsa Harith ibn Nu'man transmeton, Imam Ahmedi transmeton vëllezër të ndershëm, gjithashtu Ibn Abi Ya'la transmeton Aisha që thot pejgamberit Allahu ja Rasulullah, e kam pa një ëndër Harith ibn Nu'man, e kam pa në xhennet duke lexu Kur'an, e kam pa në xhennet duke lexu Kur'an. A dini çka i tha pejgamberi Allahu? Pejgamberi Allahu ju përgjigj Aisha dhe tha kedha kelbir, kedha kelbir, kedha kelbir. Kështu është respekti për dhe. Harith ibn Nu'man e boni që tjetë banori gjennetit si pas Muhammedit sallallahu alaihi sallam. Për çka ka respektimi të prindve. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall mos e ban nga ata të cilët kontribojnë dhe morim iniciativë për të ndërtu shtëpit e të moshuarve. Mirë po vëllezër të ndershëm, ato e kanë venin më të mirë në zemrat tona dhe në shtëpit tona që ta arrim kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall. Përndryshe Allahu Azza wa Jall do t'i dhurohet me na, dhe Allahu Azza wa Jall me atë që i dhurohet Allahu Azza wa Jall e do bon nga rahmeti i tij. Allahu ja ngrit ati bereqetin në jetën e vet. Ati Allahu Azza wa Jall i çon probleme në shtëpinë e vet. Allahu Azza wa Jall atë ndëshkon në ahiret. Allahu Azza wa Jall nuk e shiqon, nuk i flet, nuk e pastron ditën e Kiametit për çka këtë krimi që e ka bën. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na i fal mëkatet.